edukimi në Ramazan. Ramazani është një dhunti, është një begati, edukimi i cili është ofruar muslimanëve për të afirmuar dijen, për të afirmuar moralin, për të afirmuar devotshmërinë, po ashtu edhe për të afirmuar gjitha ato të mirat të cilat të afrojnë tek Zoti i gjithësisë. Njëra prej urtësive të agjërimit është edhe devotshmëria, ashtu si e ka cekur Zoti i lartësuar, la'allekum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Devotshmëri nuk do të thotë që ta privosh veten nga të grënit dhe të pirit, por devotshmëria është ajo që edhe syri të agjëroj, edhe veshi të agjëroj, edhe çdo gjymtyr e jotja të jetë e kufizuar, të jetë në agjerim me gjitha gjymtyret e tjera, e posaçërisht edhe gjuha e muslimanit duhet të agjeroj edhe pas agjerimit. Prej urtësive të agjerimit dhe prej mënyrave të edukimit të agjerimit për agjeruesin është edhe të jetë i sinqert. Për këtë edhe profeti alayhi salatu wassalam na mësoi dhe na tha se Allahu shpërblen për çdo punë të mirë, përveç se agjerimin ka thonë se agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Agjerim nuk do të thotë ta privosh veten nga të ngrënit dhe të pirit, por agjerim është ta largosh veten nga çdo gjë e keqe e cila e mangëson shpërblimin e agjeruesit. Mu për këtë, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, nuk mbet, do me thonë prej atyre agjeruesve, të cilët nuk mbet prej agjerimit të tyre vetëm se uria dhe etja. Agjerimi kultivon ndjenjen e të qenurit mirënjohës ndaj dhuntive të Zotit subhanahu wa taala. Vlera e dhuntive nuk dihet momentin që ato janë prezente, por ato kur të kalojnë atëherë shumë mirë ju dihet vlera. Sikur agjerimi erdhë që të na mësojnë neve vlerën e dhuntive të Zotit. Jo ka të Zotit në Kur'anin famlar thot: "Wala in shakartum la azidannakum." Dhe në rast se falenderoni, atëherë do t'u ashtoj të mirat. Po ashtu, njëra mënyrë se si edukon agjerimi njeriun apo agjeruesin është të jetë njeri human, të ndjej për skamnorët, për të varfërit, të cilët ndoshta rrallë herë kanë ushqim të mjaftueshëm për veten e tyre dhe për familjet e tyre. Kështu që agjerues të nderuar, të jeni mirënjohës ndaj të mirave të Zotit, të jeni njerëz human, se për këtë erdhë edhe agjerimi që të na edukojnë në këtë mënyrë, se ashtu si thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, muslimani e don të mirën e vllaut të vet, ashtu se si e don për vete.